Agjencia ndërkombëtare Reuters i ka kushtuar vëmendje protestave që po zhvillohen në Tiranë kundër projektit turistik në Zvërnec, duke publikuar edhe një intervistë me kryeministrin Edi Rama. Në deklaratat e tij për Reuters, Rama u shpreh vendosur për të acuar përpara investimin e lidhur me kushtëndërtrin e presidentit amerikan Donald Trump, pavarësisht kundërshtimeve dhe shqetësimeve mjedisore të ngritura nga protestuesit. Kryeministri cilësoi projektin si pjesë të vizionit për zhvillimin ekonomik të vendit dhe tërheqjen e investimeve të huaja, duke theksuar se bëhet fjalë për një investim strategjik me vlerë miliarda euro. Nga ana tjetër, Reuters raportoi se protestat janë përqendruar te ndikimi i mundshëm në zonën e mbrojtur të Vjosë-Nartës, ndërsa pjesëmarrësit kanë kërkuar anulimin e projektit dhe kanë ngritur akuza më të gjera ndaj qeverisë për korrupsion dhe mungesë të shërbimeve publike.